Një tjetër urtë i Bele, e cila ka pësuar dëmtime të rënda në shtresën e saj prej dorasë, është ajo ish pazarit të vjetër në Klos. Kjo urë lidh fshatrat të fshat e Darsme e qytetin e Klosit dhe përdoret nga qindra banorë të këtyre dy fshatrave. Por siç ndodh në të gjitha urat e këtij lloji, por edhe urat tip pasarel, shtresa prej dorasë nuk është rezistente, duke u dëmtuar her pas here. Vazhdimisht kjo uri është nënshtruar rehabilitimit duke vendosur dorasa të reja për shkak se pësonin dëmtim si rezultati kushteve atmosferike apo kalimit të automjeteve të tonazhit të rënd. Kalimi mbi këtë urë për momentin është problematik, sidomos për automjetet e vogla, teksa këshillohet të tregojnë kujdes dhe të mos kalojnë në hapësira të boshe. Kanë qenë banorët e fshatrave fshat e Dars, ata të cilët kanë bërë apel për ndërhyrje për shkak se kjo urë është alternativa e vetme për të lidhur me qytetin e Klosit. Ndërkohë, drejtues të Bashkisë Klos thanë për Mat Televizion se janë në dijeni të situatës dhe se do të ndërhyjet shumë shpejt për riparimin e pjesëve të dëmtuara të kësaj ure. Sipas stafit drejtues të pushtetit vendor në Klos, plani i bashkisë përfshin mbajtje të vazhdueshme me shtresën prej dorase për shkak se ato amortizohen shumë shpejt nga kushtet klimatike dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në dëmtimin e saj.